Zonja dhe zotrinj, ju përshëndesim 4 ngjarje të rënda të ronditën vendin këtë të martë. Në Durrës, një 25 vjeçar me çrregullime mendore vrau me thik baban e tij, ndërsa në Tiranë, një sherr një lokal përfundoi me vrasjen e kamarierit. Në Berat, pas një konflikti për një kal, një 63 vjeçar goditi për vdekje një turist nga Tirana. Në Shkodër, një shpërthim me tritol plagosi një 38 vjeçar punonjës i tatimeve. Vrasi gjyqtarit Astrid Kalaja, Elvis Shkambi, pritet të mos bëj rekurs në gjykatën e lartë. Sipas rrëfimit të tij, ishte shoqëruar në gjykatë për të ndihmuar xhaxhain e tij dhe nuk pati përplasje me palën tjetër. Shkambi përshkruan momentin kur gjyqtari shpalli vendimin dhe se si më pas nxori armën duke shkaktuar panik në sallë. Procesi ndaj ish-presidentit Ilir Meta mori sot një tjetër rrjedhë pasi Spaku deklaroi se i ka mbritur një provë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Bëhet fjalë për një letër porosie e cila zbardh se si është paguar fatura për kompaninë e lobimit për LSI-n. Një pjesë e vogël u paguar nga vetë partia dhe $276.000 të tjerë nga llogaria e biznesmenit Ardian Shatku. Përshëndetje, ndër të tjera në lajme do të ndiqni një ditë pas përballjes me akuzat e opozitës në parlament. Kreu i SPAK Altin Dumani ka dhënë sërish mesazhe të forta gjatë një aktiviteti në Universitetin e Gjirokastrës, ku kishte në krah edhe përfaqësues të BE-s. Dumani përsëriti se pandëshkueshmëria ka marrë fund. Gjatë pjesëmarrjes në Future Investment Initiative në Riyadh, kryeministri Edi Rama kritikoi ashpër qasjen e Europës ndaj sigurisë dhe armëve, duke theksuar mungesën e një plani të qartë paqeje. Ai bëri thirrje Europës për më shumë përulësi. Projekt ligji i barazisë gjinore që përfshin konceptin e gjithëpërfshirjes u shoqërua me debate të forta në kuvend. Grupet e interesit u përplasën me njëri tjetrin, teksa kundërshtuesit argumentuan se ai sfidon biologjinë dhe traditën, ndërsa mbështetësit theksuan rëndësinë e mbrojtjes së të drejtave të njeriut. Hedhim tani një vështrim më detajuar zhvillimeve kryesore të ditës. Kjo e martë ka qenë në fakt një ditë e përgjakshme për vendin pasi u regjistruan 3 vrasje me thik dhe një atentat me eksploziv. Një person u vrak këtu në Tiranë, zonën e komunës Parisit. Ndërkohë ngjarja e rëndë ka ndodhur në një lokal pas një konflikti mes picierit 41 vjeç dhe kuzhinierit 34 vjeç. Ky i fundit ka ndëruar jetë për shkak të plagëve të marra nga goditjet me thik, ndërsa autori vrasjes është arrestuar nga blut. Ndjekim bashk Doriana Bezat. Jeta është e çmuar, një dhuratë që falet vetëm një herë, por 24 orë i fundit në Shqipëri tregoi se ndonjëherë ajo vlerësohet fare pak. Pas ditën e kësaj të marte, në lokalin ku ndodhem tani, konflikti mes 2 kolegëve për një tas proshut solli përdorimin e thikave, ku mbeti i vdekur një 34 vjeçar. Ky që shihni në këtë foto është Indrit Ismailari, 34 vjeç, i cili punonte si picier në këtë biznes në zonën e komunës së Parisit në Tiranë. Si çdo ditë punonte krah kolegut të tij Filip Sheu, 41 vjeç. Këtë të martë mes tyre pati një konflikt banal pune, që e çoi komunikimin mes tyre në një nivel tjetër. Filip Sheu me thikën e punës në konflikt e sipër e qelloi në qaf kolegun, duke e lënë të plagosur rënd. Pavarësisht përpjekjeve për ta çuar në spital me urgjencë dhe për t'i dhënë ndihmën e parë, 34 vjeçari Indrit Ismailari nuk ja doli dot. Nën shok, Filip Sheu qëndroi në vendngjarje derisa mbërritën uniformat blu të cilat e vunë pranga. Para hetuesve, 41 vjeçari tregoi se ngjarja ishte e çastit dhe pas kësaj vrasje fshihet vetëm një konflikt pune. Sipas tij, me Indritin kishin pasur gjithmonë një marrëdhënie konfliktuale, por që nuk e kishin raportuar më parë në polici. 2 krime të rënda kanë tronditur edhe Beratin e Durrësit në Shkallnur. Një 69 vjeçar është vrarë me thik nga djali i tij 25 vjeç, i cili vuante nga probleme të shëndetit mendor, ndërsa në qytetin e Beratit, sherrri për një kal i mori jetën turistit nga Tirana. Një foto me kalin brenda kalas së Beratit u bë shkak për vrasjen e një turisti në sy të familjarëve të tij. Ngjarja e rëndë u shënua pas ditën e së martës, ku 42 vjeçari Keli Hoxha nga Tirana kishte shkuar të vizitonte kalan me nënën e tij, bashkëshorten dhe 2 fëmijët.
Ai u ka bërë fotografi fëmijëve të tij Mekalin, që është tetasi Kristomema, 63 vjeç, e përdorte për turistët që të bënin foto dhe shëtitje në përkalan në këmbim të pagesës. Pikërisht pagesa për fotot është bërë shkak për sherr mes autorit dhe viktimës, i cili nuk ka paguar pas fotove të fëmijëve. Ai është goditur me thik nga 63 vjeçari në sy të familjarëve të tij, ku ka ndërruar jetë për shkak të plagëve të rënda. Në mesdit vendi u trondit nga një tjetër vrasje, një krim në një familje ndodhi në fshatin Shkallnur të Durrësit, ku një 25 vjeçar qëlloi për vdekje me thik baban e tij 69 vjeç. Krimi i rënd ndodhi brenda banesës së tyre dhe menjëherë pas ngjarjes, 25 vjeçari që dyshohet se vuante nga problemet të shëndetit mendor, u largua nga banesa, por u kap nga policia pas 2 orësh kërkime. Ndërkohë, një viktim u regjistrua të martën edhe në Shkodër. Turisti amerikan Brandon Saporito u gjeti varur brenda qelisë së paraburgimit. Ai u arrestua në maj të këtij viti në Shkodër pasi vrau me thik bashkëshorten e tij Sandra Saporito, teksa ishte në gjendje të dehur. Sipas njoftimit të drejtorisë së burgjeve, ai është gjetur i varur në dhomën e tij të qelisë nga bashkëvuajtësit. Në lagjen Docmazi në Shkodër, sot paraditësh shpërtheu një sasi eksplozivi që ishte vendosur në automjetin e një punonjësi të tatimeve. Enea Buzukja, 38 vjeç, u plagos dhe ndodhet në spital. Një shpërthim me lëndë plasëse ka tronditur paraditën e sotme qytetin e Shkodrës. Ngjarja ka ndodhur në lagjen Docmazi, ku sipas burimeve paraprake, lënda plasëse ishte vendosur në një motociklet të parkuar në afërsi të mjetit të shtetasit Enea Buzukja, 38 vjeç. Në momentin kur Buzukja është afruar për të hipur në automjetin e tij, ka ndodhur shpërthimi duke e lënë të plagosur. I lënduari është dërguar menjëherë në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Sipas informacioneve, Enea Buzukja është inspektor pranë hetimit tatimor në Shkodër, si dhe administron 2 biznese të vogla në qytet. Burime nga grupi hetimor bën me dije se pista kryesore ku po përshëndrohen hetimet lidhen me detyrën e tij si punonjës i hetimit tatimor, ndërsa po verifikohen edhe pistat të tjera të mundshme. Ndërkohë, pak pas ngjarjes në fshatin Tragoq, në Posrip, është gjetur një makinë e djegur, e cila po verifikohet nëse ka lidhje me atentatin apo jo. Forcat e policisë ndodhen në vendin e ngjarjes dhe po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe identifikimin e autorëve. Anila Hoxha ka mësuar pjesë të rrëfimit të Elvis Shkambit, i cili është në burg sepse qëlloi dhe vrau në sallën e gjyqit gjyqtarin Astrid Kalaja. Vrasësi i gjyqtarit Astrid Kalaja pritet të mos bëjë rekurs as në gjykatën e lartë. Kur gjykata e apelit la në burg xhaxhain e tij Gjon Shkambi dhe një punonjës sigurie të gjykatës së apelit, shqyrtimi i mënyrës se si ishte arrestuar Elvis Shkambi u krye pa patur një apelim prej tij. Rrëfimi i Shkambit po e drit ditë pas dite mbi një konflikt 30 vjeçar për pronën, tek i cili i riu ishte angazhuar për të ndihmuar familjarin prej gati një viti e 8 muajsh. Në dëshminë që Top Channel disponon, ai tregon: "Unë nisëm nga Shkodra me automjetin e Xhaxhait dhe qëndruam në Lezhë për një ngushëllim. Më pas fillimisht shkuam në gjykatën e lartë ku Xhaxhai do dorëzonte disa dokumenta. Rreth orës 14 hym në gjykatën e apelit dhe kemi pritur në korridoret e saj sepse gjyqi është vonuar. Rrëfehet Elvis Shkambi, që shton se në të njëjtin ambient po prisnin edhe Ragip Kurtaj me të birin. Edhe në momentin kur sekretarja gjyqësore ka thirrur emrat, ne bashkë me palën tjetër ecëm pranë njëri tjetrit dhe u drejtuam për në sallën ku do zhvillohej gjyqi dhe në asnjë moment nuk kemi patur shikime apo provokime me njëri tjetrin." Gjyqtari Astrid Kalaja, shprehet vrasi, ka qenë i ulur dhe ka nisur të lexojë shpalljen e vendimit dhe komunikoi se kishte vendosur të lërë në fuqi vendimin e Shkodrës që pezullonte ekzekutimin e gjobës. Pasi u njohëm me vendimin, isha në këmbë dhe sapo dëgjova njoftimin u trondita dhe u shokova, pasi gjyqtari po bënte një padrejtësi që e kisha paralajmëruar duke vënë në dieni ILD-n dhe prokurorin e përgjithshme. Shton vrasi që tregon se si nxori armën dhe qelloi, teksa sekretarja gjyqësore bërtiste friksuar: "Të lutem, të lutem." Ky është Top Channel. Procesi ndaj ish presidentit Ilir Meta mori sot një rrjedhë tjetër pasi Spaku tregoi se i ka mbritur një provë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Bëhet fjalë për një letër porosie e cila zbardh se si është paguar fatura për kompaninë e lobimit për LSI. Një pjesë e vogël u pagua nga vetë partia dhe $276,000 nga llogaria e biznesmenit Ardian Shatku.
Gjykimi paraprak ndaj ish-presidentit Ilir Meta dështoi dhe shkaktar u bë mbrojtësi i ish-bashkëshortes së tij. Megjithëse avokatin e kishte në arrest shtëpiak, Monika Kryemadhi nxitoi të ishte përpikt në takimin me gjykatën, duke i paraprirë me batuta. Do më thonë pastaj që si paraqit në orar se më njoftum, hajde ma prapë. Ky humor nuk zgjati shumë në seancën me 5 të akuzuar, mbasi prokurori SPAK lexoi të dhënat e letërporosisë, ku amerikanët konfirmojnë se për kontratën e lobimit me GSIS u paguan $460.000, nga të cilat 93.000 u paguan nga LSI, kurse $276.000 nga llogaria e Erdian Shatkut. Por, përgjigjet e letërporosisë që mbërritën në tavolinën e prokurorit të posaçëm në datën 1 tetor, shikohen me rezerva dhe kundërshtohen nga Monika Kryemadhi, por edhe avokati i Ilir Metës, mbasi sipas tyre hetimet kanë përfunduar dhe statusi i tyre tani më është në seancën paraprake. Cilën në këtë rast, që nga ky moment, akuzat e lobimit edhe me ato me cilët kanë ngritur Altin Dumani dhe SPAK-u për Ilir Metën, pra për ashtu quajtur në GSIS, nuk bëjnë gjë tjetër veç se tashmë ngarkojnë me faj kompaninë GSIS, sistemin financiar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila ka pranuar që në llogarinë bankare të një kompanie lobimi amerikane të paguen para në emër të një partie politike shqiptare. Kjo është shumë e rrezikshme për sa i përket kodit të procedurës dhe ligjit në tërësi, sepse nëse mbyllen përfundojnë hetimet, organi i procedurës përfundon aty aktivitetin e tij hetimor. Dhe kjo që kanë bërë sot prokurorët e SPAK-ut është një shkelje shumë e rëndë e procedurës e kushtetutës e kështu me radhë. Nuk dihet ende nëse dështimi i proceseve me ish-funksionar lidhet apo jo me manovra taktike, por edhe gjyqi me 30 pandehur të tjerë, midis tyre edhe Erion Veliaj, u shty për në datën 12 nëntor. Në pritje të zhvillimeve që do të ndodhin në datën 31 tetor në gjykatën kushtetuese, edhe ish-kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, nuk u paraqit në gjykatën e posaçme, pavarësisht se ekipi të tij mbrojtës ishte shtuar edhe një avokat tjetër. I sapo bashkuar me ekipin për të mbrojtur ish-funksionarin, avokati Artan Gjermeni kërkoi kohë të njëjtë me aktet e SPAK. Ish-presidenti Ilir Meta reagoi nga qelia lidhur me provat e reja të publikuara nga SPAK në seancën e sotme. Meta i cilëson provat e prokurorëve si gënjeshtër dhe një mashtrim për ta mbajtur atë në qeli. Dua të shpreh përbuzjen time publike për gjoja prova të reja që pas kanë ardhur nga Amerika pas përfundimit të hetimeve. Kjo gënjeshtër e shpërndar nga SPAK-u dhe prokurorët e provuar si shkelës të ligjit është një mashtrim për të justifikuar paraburgimin tim të paligjshëm dhe kriminal, thekson kreu i Partisë së Lirisë, duke shtuar se asnjë letër porosi as ka ardhur dhe as mund të vijë që provon shkeljen e ligjeve shqiptare, amerikane apo ndërkombëtare nga Ilir Meta apo pasjen time djeni për shkelje të tilla të kryera nga njerëz të tjerë në Shqipëri, SBA apo kudo tjetër. Një ditë pas përballjes me akuzat e opozitës në parlament, drejtuesi i SPAK-ut Altin Dumani dha sërish mesazhe të forta gjatë një aktiviteti në Universitetin e Gjirokastrës, ku kishte në krah dhe përfaqësues të Bashkimit Evropian, zoti Dumani përsëriti se pandëshkueshmëria ka marrë fund. Nga kuvendi krah zyrtarëve europian në Gjirokastër, një ditë pas përballjes me akuzat e opozitës dhe heshtjen e maxhorancës, Altin Dumani renditi rezultatet 6 vjeçare të reformës në drejtësi me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian. Në vetëm 6 vite si funksionim, SPAK ka arritur të zbatojë në praktikë parimin e kësaj skuqshme është në ligj. Janë ngritur akuza të rëndësishme në zyrtarëve dhe ish-zyrtarëve të lartë, zyrtarëve dhe ish-zyrtarëve të nivelit të mesëm, deputet, gjyqtar, prokuror, duke treguar se drejtësia nuk është selektive, por e barabartë për të gjithë. Kreu i SPAK ishte të martën pedagogu i studentëve të Universitetit e Qerem Çabej në Gjirokastër, ku dha një mesazh për gjithë të rinjt që synojnë të bëhen pjesë e sistemit të drejtësisë. Çdo student që zgjedh të jetë i ndershëm, çdo i ri që refuzon korrupsionin, çdo qytetar që kërkon llogari dhe angazhohen për të e tij në të drejtim, është pjesë e një zinxhiri që forcon drejtësinë dhe e bën më të sigurt rrugën e vendit tonë drejt Bashkimit Evropian. Për kreun e prokurorisë së posaçme antikorrupsion, qëllimi i reformës në drejtësi mbetet vetëm një. Reforma në drejtësi e mbështetur dhe koordinuar edhe me partnerët tanë ndërkombëtar
u realizuar përmes ndryshimeve thelbësore kushtetuese, ligjore dhe institucionale. Qëllimi I kësaj reforme është rritja e pavarësisë së sistemit, veçanërisht në aplikimin politik dhe çlirimi I tij nga korrupsioni dhe pafësia. Altin Dumani dha mesazhet për drejtësinë nga Universiteti I Gjirokastrës, ku ishte I ftuar për një projekt të Bashkimit Evropian. Gjykata kushtetuese ka konfirmuar se më datë 31 tetor, kur do të marrë në shqyrtim kërkesën e ish kryebashkiakut, Erion Veliaj do të jeti I pranishëm në seancë. Erion Veliaj apeloi shkarkimin që qeveria I bëri nga drejtimi I Bashkisë së Tiranës dhe sipas tij është gjykata kushtetuese që duhet të thotë fjalën e fundit. Në 31 tetor, Erion Veliaj lë qelin dhe I shoqëruar në një autoburg. Do të transferohet në gjykatën kushtetuese, ku do të dëgjohet për versionin e tij se shkarkimi nga detyra e kryebashkiakut është antikushtetues. Gjykata kushtetuese njoftoi publikun se duke pranuar kërkesën e ish kryebashkiakut, automatikisht kushtetuesja ka vënë në dieni edhe drejtorinë e përgjithshme të burgjeve për të marrë masat e për ta shoqëruar Veliajin në seancë plenare. Vënia në dieni e burgjeve ka ndodhur në datën 13 tetor, njofton më tej gjykata kushtetuese. Pala tjetër që është njoftuar për procesin është SPAK, që do të përfaqësohet nga prokurorët e çështjes, të cilët pak javë më parë I dorëzuan gjykatës 30 të pandehur. Në vim, në datë 20 tetor 2025, pas shprehjes së vullnetit të kërkuesit, gjykata ka njoftuar edhe prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në lidhje me sa më sipër. Vendimi për të shkarkuar Erion Veliajin nga detyra e kryebashkiakut u mor në datën 25 shtator, duke hapur një front të ri në kushtetuese, që si fillim pezulloi dekretin e presidentit për të mbajtur zgjedhje në Tiranë në datën 9 nëntor. Gjatë pjesëmarrjes në Future Investment Initiative në Riyadh, kryeministri Edi Rama kritikoi ashpër qasjen e Europës ndaj sigurisë dhe armëve, duke theksuar mungesën e një plani të qartë paqeje. Ai bëri thirrje Europës për më shumë përullësi. Nga Riyadhi në Arabinë Saudite, ku është zhvilluar edicioni 9 I Future Investment Initiative, një forum global për inovacionin, teknologjinë dhe investimet, kryeministri Edi Rama lëshoi kritika të forta se si Europa po reagon kur flitet për aspektet e sigurisë në kontinentin e vjetër. Sinqerisht mendoj që ka diçka thelbësisht të gabuar në faktin që ka një nxitim të përditshëm për të riarmatosur, për të menduar, për të folur e për të punuar gjithmonë më tepër për më shumë armë, ndërkohë që nuk ka asnjë plan paqeje që do të mund ta shihje e ta lexoje e të mendojë mbi të. Një Europë që nuk ka planin e saj të paqes. Madje kryeministri Rama nuk nguroi të shpalos pikpamjet e tij për marrëdhëniet mes Europës dhe SBA-s, para dhe tani në udhëheqjen e presidentit Trump. Është një Europë e cila për vite me radhë vuri veten në autopilotin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe pastaj kur gjërat atje ndryshuan dramatikisht, do të thoja, nisi të rizbulonte fjalën armë-pushim, që ishte hequr nga fjalori të gjithëve, e megjithatë ka ngecur në një pozicion që përqendrohet vetëm tek armatimet. Të ngecesh në këtë pozicion, që të mendosh vetëm për armatimet dhe jo për bisedimet e për paqen, është shqetësuese, theksoi kryeministri Edi Rama. Si një europian I palëkundër, ndihem shumë I shqetësuar dhe I trazuar nga fakti që fjala bërthamore është ndruar në diçka normale në fjalor, ndërkohë që vetëm disa vjet më parë, fjala nuk përdorej nga askush. Kërcënimi nënkuptuar apo I hapur përmes media sociale, I forcave të mëdha përsëritur me raketat bërthamore në kurriz, është çmenduri, kur e sheh të gjithë këtë e kupton. Kritikat e Edi Ramës për Europën I avancoi dhe më tej kur tha: Ka një fjalë që thon italianët, një dush modestie, përullësie, që do të thotë Europa në përgjithësi duhet të marrë një dush përullësie dhe përpiqet të reflektojnë më shumë se çfarë po ndodh në pjesët e tjera të botës, dhe të përpiqet të mësojë dhe të rinisë, duke mos e marrë legitimitetin e vet moral të mirëqen, e si diçka që I jep të gjitha arsyet për të shkuar në një drejtim që sigurisht nuk është I duhuri. Këtë mund të them për Europën, se çfarë duhet të bëjë ose të mos bëjë Evropa nuk ka lidhje me mua apo me Shqipërinë, dhe në fakt është gjë e mirë sepse në një moment kur e dreqosen, atëherë kanë barën, ndërkohë që kur kanë sukses, mund të pretendojmë që jemi pjesë e suksesit. Prezencën e Gianni Infantinos, presidenti FIFA-s, në të njëjtin panel diskutimi, kryeministri Edi Rama e përdori për të folur për rëndësinë e sportit. I believe that it's time for us to become much more humble. Ka ardhur koha që ne të jemi më të përullur dhe të mësojmë nga Gianni. Ai është europian dhe rrethohet nga forcat e vjetra tradicionale, por është tër kohës me forcat e reja. Tregon që ajo që ndodh në Europë mund të ndodh në Katar dhe në vendin më të prapambetur për futbollin, që është SBA-ja.
Takimi 20 i Komitetit Parlamentar të Stabilizim Asocimit Shqipëri-Bashkimi Evropian në Tiranë u fokusua tek procesi integrimit Shqipërisë. Ambasadori i BE-s Silvio Gonzato theksoi rëndësinë e bashkëpunimit të forcave politike. Antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian ishte fokusi kryesor i takimit të 20 të Komitetit Parlamentar të Stabilizim Asociimit Shqipëri-BE. I pranishëm në tryezën e diskutimit, ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato ju bëri thirrje të gjitha palëve politike që të bashkëpunojnë. Qeveria ka një agjendë mjaft ambicioze drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Për integrimi kërkohet kontributi konstruktiv i gjitha forcave parlamentare. Përmbushja e kritereve që ka përcaktuar Bashkimi Evropian është provë kyçe e Shqipërisë. Nëse synoni vitin 2027, duhet që së pari të dorëzoni rezultatet mbi piketat e përkohshme brenda këtij viti dhe në 2026 të përqendroni të gjithë përpjekjet tek reformat, të cilat duhet zbatohen. Kryetari i delegacionit të Parlamentit Evropian Marco Traqinho dhe raportuesi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, eurodeputeti Andreas Schieder, vlerësuan punën e Shqipërisë, por thanë se duhet bërë akoma për integrimin. Duhet i futemi punës me përkushtim, pasi Shqipëria me të vërtet ka përparuar. Duhet i ndihmojmë që të ketë më shumë unitet. Do të bëjmë atë që duhet bërë. Po të shkojmë në Tiranë do të shohim përmirësimet e standardit të jetesës dhe se sa shumë është zhvilluar vendi vetëm në disa vite. Por ne duhet të shohim që procesi i zgjerimit nuk ka të bëjë vetëm me kryeqytetet, por ka të bëjë me të gjithë vendin. Politika shqiptare ishte sërish e ndarë për punën e bërë në procesin integrues. Ministria e Jashtme Elisa Spiropali vlerësoi reformat e qeverisë. Reformat pasqyrojnë standarde europiane dhe aspiratën e qytetarëve tanë. E dim që e ardhmja jone vetme që është Ballkani perëndimor të jetë në Europë. Por eurodeputeti i Greqisë, Fredi Beleri, u shfaq në krah të opozitës shqiptare për pretendimet për korrupsion zgjedhor, në një kohë kur vetë është i dënuar nga drejtësia shqiptare me 2 vite burg për blerje votash. Parat e shtetit përdoren për blerjen e votave. Krimi organizuar ka vend në parlament. Vendi nuk mund të jetë i gatshëm të hyjë në BE, pasi reforma duket se është një dështim. Sali Berisha tregoi sot se për çfarë do të ulej me rivalin e tij Edi Ramën për të ndryshuar kushtetutën. Marrëveshja politike do të ishte për të ndryshuar parlamentin, duke e bërë me 2 dhoma e duke shtuar senatin. Kapitulli i farsës u mbyll. Sali Berisha është gati të hapë një kapitull të ri me Edi Ramën, atë të marrëveshjeve politike. Me armikun e përbetuar politik pranon të ulet të ndryshoj kushtetutën për të vendosur një model të ri për fajsimin në parlament. Ka dhe një mendim tjetër, që është i kahershëm, që vendi të bëhet me 2 dhoma, senatin dhe dhomën e parlamentit. Unë jam dakord me këtë, sepse qofse ndërton senatin, jo si një institucion blokues, por si një institucion frenues, atëherë i bën një të mirë vendit. Në rast se ngrej një senat, atëherë pa diskutim që do të paksoj numrin e deputetëve. Kompromisi i parë mes demokratëve dhe socialistëve ndodhi për ngritjen e 2 komisioneve në parlament për reformën zgjedhore dhe territoriale, por ky me sa duket ishte vetëm fillimi. Nuk ka asgjë për prekje kushtetuta aty. Reformat janë, por në qoftë se është problemi për të përcaktuar senatin e Republikës në kushtetut, po, jam gati. S'kemi as i kompleks aty ne. Reforma vendore nuk ka nevojë për kushtetut. Marrëveshjet Rama Berisha janë të rralla, por sa herë kanë ndodhur, kanë shkaktuar një ndryshim rrënjësor në politikën e vendit, si ajo e vitit 2008, kur ndryshuan sistemin zgjedhor nga mazhoritari korrektuar me proporcional në sistem proporcional rajonal. Sali Berisha është gati të përsërisë paktin, ndonse nga hera e shkuar nuk doli i fituar. Projekt ligji i barazisë gjinore që përfshin konceptin e gjithë përfshirjes shoqërua me debatet forta në kuvend. Kundërshtarët argumentuan se ai sfidon biologjinë dhe traditën, ndërsa mbështetësit theksuan rëndësinë e mbrojtjes së të drejtave të njerëzit dhe luftës kundër diskriminimit. Jo vetëm në opinionin publik, por edhe në kuvend, projekt ligji i barazisë gjinore që sjell konceptin e ri të gjithë përfshirjes për te binaritetit burr-grua vazhdon të shkaktoj debat. Tregu gjës gjallë këtu, a ka mundësi të sjellim në binar mbledhjen?
Në mbledhjen e Komisionit të Informimit ishin të ftuar grupet e interesit që kundërshtojnë draftin, si dhe ata që e mbështesin, teksa u përballen me pyetje dhe komente nga deputetët. Duhet të hequr fraza gjithëpërfshirëse, sepse fraza gjithëpërfshirëse do të thotë çdo lloj identiteti gjinor për te burr grua. Shikoni konsultimin publik të kërkesës që ka bërë Aleanca LGBT. Kur flasim për gjinia shumëfisht nuk ekziston kjo gjë as në literaturën e agendës ekstreme woke. Përkatësia shumëfisht është e përcaktuar në literaturë që mund të jesh grua e dhunuar, e një komuniteti marginalizuar, e një pakicë kombëtar. A kanë të drejtë transgjinorët meshkuj të luajnë sportet e grave? Po flet për ligjin për këtë. Do të kalojnë kuvend, edhe ky do të bëhet ligj për fëmijët tuaj. Unë ju ftoj që të vëmë në punë arsyen. Si e shpjegoni ju termin përkatësi gjinore ose përkatësi të shumëfisht? Ne e njohim sipas traditës, sipas fesë, sipas natyrës, që ekzistojnë vetëm dy gjini. Këto janë gjinit binare mashkull, femër. Në ligj nuk përcaktohet asnjëherë gjinia e shumëfisht, është përkatësia e shumëfisht. Dhunohem edhe se jam grua rome, dhunohem edhe se jam për shkak të moshës se jam 70 vjeç. Ky ligj që kemi përpara është për burrat edhe për gratë. Dhe bën të qartë çfarë është përkatësia gjinore dhe thot lidhet me seksin e lindur të individit. Nëse ne e zhveshim ligjin nga mbrojtja nga diskriminimi mbi baza të orientimit seksual, identitetit gjinor, shpresë gjinore, po zhveshim në fakt vetë kuptimin e gjinisë. Në mbrojtje të dokumentit të artuar nga Ministria e Shëndetësisë ishte dhe avokatja e popullit, që e cilsoi një hap para mbrojtjes së të drejtave të njerëzit. Keq interpretimi një termi me idenë se çfarë nënkuptoi unë nëse kjo gjë do të ishte, e nxjerr ligjin nga konteksti. Asnjëri nuk ka pse të friksohet se pranohen edhe njerëz që ndihen tërësisht të marginalizuar. Projekt ligji është ende në proces diskutimi në parim në komisionet parlamentare, ku mazhoranca shfaq bindjen për votimin e projektligjit të barazisë gjinore, teksa opozita nuk bie dakord me qasjen e përmirësimit dhe kërkon lënien në fuqi të ligjit ekzistues pa ndryshime. Jemi për barazinë gjinore vetëm në bazë të njohjes së vetëm dy sekseve. Kosova rrezikon që të hyjë në një kolaps financiar për shkak të krizës së tej zgjatur politike. Ekspertët thonë se nëse nuk gjendet një zgjidhje për buxhetin e vitit 2026, shteti mund të funksionojë deri në janar, ndaj edhe i kanë kërkuar presidentes Osmani të ndërhyjë sa më shpejt. Të dielën në 26 shtetorit, Kuvendi i Kosovës nuk zgjodhi qeverinë e propozuar nga Albin Kurti e lëvizja vetëvendosje. Në mungesë të një ekzekutivi në fund të këtij viti rrezikohet edhe buxheti i shtetit për vitin e ardhshëm. Problemi në këtë rast nuk është e drejta e qeverisë për ta miratuar dhe proceduar. Problemi është mos formimi i krejtësishëm i Kuvendit të Kosovës përkatësisht trupave parlamentare, komisioneve parlamentare. Ndërkohë në këtë situatë, Instituti GAP dhe organizata të tjera të shoqërisë civile janë drejtuar presidentës Vjosa Osmanit me letër ku kërkohet nga ajo të gjendet një konsensus me partitë politike. Gjatë fazës së konsultimit partive politike të shqyrtoj mundësinë, përkatësisht të aplikoj mundësinë që në bashkëpunim me këto parti politike të gjendet një konsensus për miratimin e buxhetit për vitin 2026 dhe të njëjtën kohë për miratimin e marrëveshjes ndërkombëtare me BE-n, që parashet domethënë 880 milion euro të hyra për Kosovën. Mendim tjetër mbi ligjen për qeverinë dhe përgjegjësinë e qeverisë në dorëheqje ose asaj në detyrë ka Gzim Shala nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Kjo qeveri e Republikës së Kosovës nuk është qeveri e kësaj legjislature. Për këtë arsye ky kuvend, kjo legjislaturë nuk mund të jep buxhet një qeverie të cilën ajo nuk e ka votuar. Në rast se qeveria në detyrë nuk arrin zgjidhje për buxhetin e vitit 2026, shteti mund të funksionojë vetëm në muajt janar dhe shkurt të vitit të ardhshëm me 1/12 e buxhetit të këtij viti. Për Top Channel, Leonita Bajrami, Prishtinë. Klubi Dinamos ka reaguar sot për pezullimin e sportistes braziliane që refuzoi të kryente testin e gjinisë. Trajneri i volejbollit thotë se për fat të keq skuadra e tij e ka humbur atë si sportiste. Ngjarja e zhurmshme në volejbollin shqiptar, me sa duket ka vetëm një protagonist dhe një të dëmtuar, volejbollisten e Dinamos, Nayara Ferreira, e cila po vuan presionin e opinionit për post pezullimin sportiv.
Për shumë ditësh ajo nuk është paraqitur as në stërvitje, e mbyllur në një gjendje jo të mirë psikologjike, ndërsa klubi paralelisht me impenjime sportive merret paralelisht me gjendjen e saj. Trajneri i bluve Orlando Koja tregon bisedën me të në tentativat për ta rikthyer në rrjedhë normale të paktën stërvitore. Një lojtare e rëndësishme nga ana edhe komunikimit e gjitha, kështu që na dëmtoi për momentin, po vajza sikur morën një shtys që të tregonin që janë të forta në këto momente të rëndësishme për ato. Po insistoj që ta kthej në stërvitje, po e shoh që është shumë e ngarkuar, më tha që nuk e ndjen veten për të bërë stërvitje. Por edhe pse stërvitja vazhdon me ritme normale dhe në rutinën e saj, brenda grupit të vajzave diçka ka ndryshuar, siç thotë kapitenja Bego. Gjendja e ekipit paraqitet e mirë, por edhe shumë e ngarkuar emocionalisht, sepse të gjitha vajzat jemi prekur nga kjo situatë. Në menajarën komunikojmë dhe flasim çdo ditë, jemi takuar dhe gjendja e saj emocionale është shumë e ngarkuar. Shpresoj që ajo të bëhet më mirë derisa kjo situatë të përfundojë. Megjithatë, në pritje të zgjidhjes së situatës, trajneri Koja bën me dije se ekipi e ka humbur me shubgjas përfundimisht sportisten braziliane. Ajo po rrin këtu vetëm për të na bërë një ndernet, na thotë, ja ku keni rezultatet, unë jam femër 100% edhe miru pafshim. Mendoj, më thënë, mas gjithsa e fortune, nuk besoj se do qëndroj. Unë shpresoj që të rri. Intervista e transmetuar mbrëmjen e së hënës në Top Channel, ku për herë të parë Najara akuzonte Federatën e Voleybollit për diskriminim, ka sjellë reagimin e institucionit të këtij sporti, i cili nëpërmjet një komunikate përshtyp, mes të tjerëve thekson se mbetet në pritje të përmbushjes së kërkesës ndaj sportistes, për ata analizës së kërkuar për verifikimin e gjinisë, duke garantuar transparencë të procesit që përtambet e tërësisht sportiv, dhe shprehin shqetësimin e përdorimit të tij si pretekst të shkeljeve të drejtave individuale apo komuniteteve të caktuara. Por perceptimi në tërësi duket se është ndryshe, deri dhe në mediat ndërkombëtare apo braziliane. Njëra prej tyre, Melhor do Voley, në lajmin e publikuar thekson faktin se dënimi i sportistes braziliane në Shqipëri është i mbushur me paragjykime dhe transfobi, edhe pse sportistja është i grua cisgjinore, që do të thotë se ka një gjini që përkon matë të lindjes, po sipas tyre. Në mbështetje të lojtares së Dinamos janë dhe shumë postime në rrjetet sociale nga volejbolliste kolegit e saj, që shprehin mbështetje në këtë situatë të vështirë për të. Dhe kemi ardhur këtu në fund të këtij edicioni lajmesh. Ju falenderojmë që na ndoqët. Mirupafshim. Mirupafshim.